Data 26 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 9. Abimeleku, biri i Jerubaalit, shkoi në Sikem të vëllezërit e nënës së tij dhe foli me ta dhe me gjithë familjen e atit të nënës së tij, duke thënë: U thoni gjithë banorëve të Sikemit, ç'është më e mirë për ju, që të gjithë 70 bijtë e Jerubaalit të mbretërojnë mbi ju, apo të mbretërojnë mbi ju vetëm një? Dhe mos harroni që unë rrjedh nga kocka dhe mishi juaj. Vëllezërit e nënës së tij përhapën këto fjalë të tij tërë banorëve të Sikemit, dhe zemra e atyre anoi në dobi të Abimelekut, sepse thanë: është vëllai ynë. Kështu i dhanë 70 sikle argjendi që i tërhoqen nga tempulli i Baal Berithit, me të cilat Abimeleku rekrutoi njerëz pa kurfar vlere, por trima, dhe ata i shkuan pas. Pastaj ai shkoi në shtëpinë e atit të tij në Ofrah dhe vrau mbi po të gur vëllezërit e tij të 70 bijtë e Jerubaalit. Por Jothami, biri më i vogël i Jerubaalit, shpëtoi sepse ishte fshehur. Atëherë tërë banorët e Sikemit dhe tërë shtëpia e Milos u mblodhën dhe shkuan të shpallin mbret Abimelekun pranë lisit të monumentit që gjendet në Sikem. Por Jothami u informua për këtë gjë, shkoi dhe qëndroi në majën e malit Gerezim dhe duke ngritur zërin thirri: Dëgjoni banorë të Sikemit, dhe Perëndia të mund t'ju dëgjojë. Një ditë drurët u nisën për të vajosur një mbret që të mbretëronte mbi ta, dhe i thanë ullirit: Mbretëro mbi ne. Por ulliri u përgjigj me këto fjalë: A duhet të heq dorë nga vaji im me të cilin Perëndia dhe njerëzit nderohen dhe të shkoj të shqetësohen për drurët? Atëherë drurët i thanë fikut: Eja ti të mbretërosh mbi ne. Por fiku ju përgjigj atyre: A duhet të heq dorë nga ëmbëlsia ime dhe nga fruti im shumë i shishëm dhe të shkoj të shqetësohen për drurët? Atëherë drurët ju drejtuan hardhis: Eja ti të mbretërosh mbi ne. Por hardhia u përgjigj kështu: A duhet të heq dorë nga vera ime e ëmbël që gëzon Perëndin dhe njerëzit dhe të shkoj të shqetësohen për drurët? Atëherë tërë drurët i thanë ferrës: Eja ti të mbretërosh mbi ne. Ferra ju përgjigj me këto fjalë drurëve: Në rast se doni me të vërtetë të më vajosni si mbret për të sunduar mbi ju, ejani të strehoheni në hijen time, përndryshe dalt një zjarr nga ferra dhe përpift kedrat e Libanit. Por ju nuk u sollët me besnikëri dhe me ndershmëri duke e shpallur mbret Abimelekun, nuk mbajtët një qëndrim të mirë ndaj Jerubaalit dhe shtëpisë së tij, dhe nuk e keni trajtuar siç e meritonte, sepse i madh ka luftuar për ju, ka rrezikuar jetën e vet dhe ju ka çliruar nga sundimi i Midianit. Kurse sot ju keni ngritur krye kundër shtëpisë së atit tim, keni vrarë të 70 bijtë e tij mbi po të gur dhe keni shpallur mbret të Sikemitëve Abimelekun, birin e shërbëtores, sepse është vëllai juaj. Në rast se sot keni vepruar me besnikëri dhe ndershmëri ndaj Jerubaalit dhe shtëpisë së tij, atëherë gëzofshi Abimelekun dhe ai u gëzof me ju. Por në rast se punët nuk janë kështu, le të dalë nga Abimeleku një zjarr që të gëllaborojë banorët e Sikemit dhe shtëpinë e Milos, dhe le të dalë nga banorët e Sikemit dhe nga shtëpitë e Milos një zjarr që të gëllaborojë Abimelekun. Pastaj Jothemi iku, ja mbathi dhe shkoi të banojë në Ber nga frika e vëllait të tij Abimelek. Abimeleku sundoi 3 vjet mbi Izraelin. Pastaj Perëndia dërgoi një frym të keq midis Abimelekut dhe banorëve të Sikemit, dhe banorët e Sikemit e tradhtuan Abimelekun. Me qëllim që dhuna e ushtruar kundër të 70 bijve të Jerubaalit të zgjidhej dhe gjaku i tyre të binte mbi vëllain e tyre Abimelek, që i kishte vrarë, dhe mbi banorët e Sikemit, që e kishin ndihmuar të vriste vëllezërit e tij. Banorët e Sikemit vu njerëz në prit kundër tij në majën e maleve, dhe këta plaçkitën tërë ata që kalonin në rrugë afër tyre. Abimeleku u informua për këtë. Pastaj Gali, biri i Ebedit, dhe vëllezërit e tij erdhën dhe u zhvendosën në Sikem, dhe banorët e Sikemit krijuan besim tek ai. Ata dolën në Ara, mblodhën rrushi në vreshtat e tyre, e shtypën dhe bën fest. Pastaj hynë në shtëpinë e Zotit të tyre, hëngrën, pinë dhe mallkuan Abimelekun. Gali, biri i Ebedit, tha: Kush është Abimeleku dhe çfarë përfaqëson Sikemi? Pse duhet i shërbejmë? A nuk është vallë biri i Jerubaalit dhe a nuk është Zebuli më këmbësi i tij? Më mirë u shërbeni njerëzve të Hamorit, atit të Sikemit. Po pse u dashka që ne t'i shërbejmë këtij njeriu? Po ta kisha këtë popull në urdhrat e mia, unë do ta kisha dëbuar Abimelekun. Pastaj i tha Abimelekut: Forcoje ushtrinë tënde dhe më dil përpara. Kur Zebuli, qeveritari i qytetit, dëgjoi këtë fjalë të Galit, birit të Ebedit, u zemrua shumë dhe i dërgoi fshehur e zelëmtar Abimelekut për t'i thënë: Ja Gali, biri i Ebedit dhe vëllezërit e tij kanë ardhur në Sikem. Ata po e ngrenë qytetin kundër teje. Prandaj qohu natën ti dhe njerëzit e tu dhe zëru prit në fush. Dhe nesër në mëngjes sa të lind dielli, do të ngrihesh dhe do t'i sulësh qytetit.
Kur pastaj Gali me gjithë njerëzit që janë me të do të dalë kundër teje, ti do t'i bësh ato që beson se është më e përshtatshme. Abimeleku dhe tërë njerëzit që ishin me të u ngritën natën dhe zunë një prit kundër Sikemit të ndarë në 4 grupe. Kur Gali, biri e Betit, doli dhe u ndal në hyrjen e portës së qytetit, Abimeleku doli nga prita me gjithë njerëzit që ishin me të. Duke i parë ata njerëz, Gali i tha Zebulit: "Ja, disa njerëz që zbresin nga maja e maleve." Por Zebuli u përgjigj: "Hijet e maleve të duken ty si njerëz." Gali nisi përsëri të flasë duke thënë: "Shiko, ka njerëz që zbresin nga majat e lartësive të vendit dhe një grup tjetër po vjen nga rruga e lisit të shortarve." Atëherë Zebuli tha: "Ku e ke kapadajllëkun kur thoje, kush është Abimeleku, pse duhet i shërbejmë? A nuk është ky popull që ti përçmoje? Dil pra përpara dhe lufto kundër ti." Atëherë Gali doli në krye të banorëve të Sikemit dhe nisi betejën kundër Abimelekut. Por Abimeleku e ndoqi dhe ai iku me vrap para tij. Shumë njerëz ranë për tokë të plagosur për vdekje deri në hyrje të portës. Abimeleku u ndal pastaj në Aromah dhe Zebuli dëboi Galin dhe vëllezërit e tij që nuk qëndruan dot më në Sikem. Të nesërmen populli i Sikemit doli në përfusha. Abimeleku u informua për këtë. Atëherë ai mori njerëzit e tij, i ndau në 3 grupe dhe zuri prit në fusha. Kur pa që populli po dilte nga qyteti, ai u hodh kundër tij dhe bëri kërdin. Pastaj Abimeleku dhe njerëzit që ishin me të u sulën përpara dhe zun hyrjen e portës së qytetit, kurse 2 grupet e tjera u sulën mbi tërë ata që ishin në përfusha dhe bën kërdin. Abimeleku e pushtoi me sulm pa të ditë qytetin dhe vrau popullin që gjendej në të, pastaj e sheshoi qytetin dhe aty hodhi krip. Kur të gjithë banorët e kalasës së Sikemit dëgjuan këtë ngjarje, u tërhoqën në kullën kryesore të tempullit të perëndis Berith. Kështu i than Abimelekut që tërë banorët e kalasës së Sikemit ishin mbledhur bashkë. Atëherë Abimeleku u ngjit në malin Salmon, ai vet bashkë me njerëzit e tij. Pastaj Abimeleku kapi një spatë, preu degën e një druri, e ngriti dhe e vuri mbi shpatullat e tij. Pastaj u tha njerëzve që ishin me të: "Ato që patë që unë bëra, bëjeni shpejt edhe ju." Kështu secili prej tyre preu një degë dhe shkoi pas Abimelekut, i vendosën degët përballë kullës kryesore dhe e dogjen atë. Kështu gjetën vdekjen gjithë njerëzit e kalasës së Sikemit, pothuajse 1000 veta, gra e burra. Pastaj Abimeleku shkoi në Thebec, e rrethoi dhe e pushtoi. Në mes të qytetit kishte një kull të fortifikuar, ku ishin strehuar tërë njerëzit e qytetit, gra e burra. U mbyllën brenda dhe hipën mbi çatinë e kullës. Kështu Abimeleku arriti në këmbët e kalas dhe e sulmoi. Ju afrua pastaj portës së kalas për t'i vënë flakën, por një grua hodhi poshtë pjesën e sipërme të një mokre mbi kokën e Abimelekut dhe i theu kafkën. Ai thirri menjëherë të riun që i mbante armët dhe i tha: "Nxirrë shpatën dhe më vrit që të mos thonë e vrau një grua." Kështu i riu e shpoi te e mban dhe ai vdiq. Kur izraelitët panë që Abimeleku kishte vdekur, secili u kthye në shtëpinë e tij. Kështu Perëndia ja shkarkoi Abimeleku të keqen që kishte bërë kundër atit të tij duke vrarë 70 vëllezërit e tij. Perëndia bëri që të binte mbi kokën e njerëzve të Sikemit tërë e keqja e bërë. Kështu kundër tyre u realizua mallkimi i Joathamit, birit të Jerubaalit. Veprat e apostujve, kapitulli 13. Por në kishën e Antiokis ishin disa profet dhe mësues: Barnaba dhe Simeoni, i quajtur Niger, dhe Luci nga Kirena, Manaeni, që ishte rritur bashkë me Herodin tetrark dhe Sauli. Dhe ndërsa po kryenin shërbesen e Zotit dhe agjeronin, fryma e shenjtë tha: "Mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur." Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën, vun duart mbi ta dhe i nisën. Këta pra, të dërguar nga fryma e shenjtë, zbritën në Seleuki dhe që andej lundruan për në Qipro. Dhe kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e judejve dhe kishin edhe Gjonin si ndihmës. Pastaj, mbasi e përshkuan ishullin deri në Pafo, gjetën aty një magjistar, një profet të rrem jude me emër Bar Jezus, i cili ishte me prokonsullin Sergj Pal, burr i mençur. Ky thirri pranë vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë. Por Elimas, magjistari, sepse kështu përkthehet emri i tij, u kundërshtoi duke kërkuar ta largojë prokonsullin nga besimi. Por Sauli, i quajtur edhe Pal, i mbushur me frymën e shenjtë, i nguli syt mbi të dhe tha: "O njeri i mbushur me çdo mashtrim dhe çdo farë ligësie, biri i djallit, armik i çdo drejtësie,
A nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve të drejta të Zotit? Dhe tani ja, dora e Zotit është mbi ty dhe do t'jesh i verbër e nuk do ta shohësh diellin për një farkohe. Menjëherë rambi të mjegull dhe terr dhe ai shikonte rreth e qark duke kërkuar dikë që ta mbante për dorë. Atëherë, prokonsulli kur pa çfarë kishte ndodhur besoi, i habitur nga doktrina e Zotit. Dhe Pali dhe ata rreth tij u nisën me anije nga Pafo dhe arritën në Perg të Paniflis, por gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata pra duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën në Antioki të Pisidis, dhe si hynë në sinagog, ditën e shabatit, u ulën. Dhe pas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës u dërguan atyre për të thënë: Burra vëllezër, në qoftë se keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ja thoni. Atëherë Pali u ngrit dhe masi bëri shenjë me dorë tha: O burra izraelit, dhe ju që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i këtij populli të Izraelit i zgjodhi etërit tan dhe ngriti lart popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit, dhe me krahë ngritur i nxorri ata që andej. Dhe për afro 40 vjet duroi mënyrën e tyre në shkretëtir. Dhe si shkatërroi 7 kombe në tokën e Kanaanit, u andau atyre me short tokën e tyre. Dhe pastaj për afro 450 vjet u dha gjyqtar deri te profeti Samuel. Dhe që nga ajo kohë ata kërkuan mbret, dhe Perëndia u dha atyre Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi i Benjaminit për 40 vjet. Dhe si e hoqi atë, u ngriti atyre për mbret Davidin, për të cilin edhe dëshmoi duke thënë: Gjeta Davidin, birin e Jeseut, burr sipas zemrës sime, i cili do të bëjë të gjitha vullnetet e mia. Prej farës së këtij, Perëndia sipas premtimit të vet, i ngriti Izraelit shpëtimtarin Jezus. Para ardhjes së tij, Gjoni predikoi pagzim pendimi për gjithë popullin e Izraelit. Dhe kur Gjoni po përfundonte misionin e tij, tha: Cili pa ndeni se jam unë? Unë nuk jam Krishti, por ja, pas meje vjen një, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh sandalet e këmbëve. Burra vëllezër, bi të pasardhësve të Abrahamit dhe ata midis jush që druajnë Perëndin, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi, sepse banorët e Jeruzalemit dhe krerët e tyre, duke mos e njohur këtë Jezus, duke gjykuar, kanë përmbushur zërat e profetëve që lexohen çdo shabat. Dhe ndonse nuk i gjetën asnjë faj që të meritonte vdekjen, i kërkuan Pilatit që të vritet. Dhe mbasi u kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e zbritën nga druri dhe e vunë në varr. Por Perëndia e ringjalli prej vdekurish, dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin ngjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitar të tij para popullit. Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë për premtimin që ju bë etërve, se Perëndia këtë përmbushi për ne, bitë e tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si dhe është shkruar në psalmin e 2, ti e biri im, sot mu linde. Por, se e ka ringjallur prej vdekurish për të mos e kthyer më në kalbje, ka thënë kështu: do t'ju jap besën e shenjtë që i dhash Davidit. Por këtë ai thot edhe në një psalm tjetër: nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbje, sepse Davidi duke i shërbyer këshillit të Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etrit e vet dhe pa kalbje, por ai që e ringjalli Perëndia nuk pa kalbje. Le ta dini pra, o burra vëllezër, se nëpërmjet tij u shpallet falja e mëkateve, dhe prej të gjithave që ju, nëpërmjet ligjit të Mojsiut, nuk mund të drejtësoheshit, në të çdo njeri që beson, është i drejtësuar. Vini re pra, që të mos ju ndodh ajo që është thënë në profetët: shikoni o përbuzës dhe mrekullohuni dhe do të zhdukeni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilin ju nuk do ta besonit, po t'ju tregonte dikush. Dhe duke dal nga sinagoga e judejve, kombet u lutën që shabatin e ardhshëm t'u thoshin atyre këto fjalë. Dhe masi mbledhja u shpërnda, shumë nga judejt dhe nga prozelitët e perëndishëm i ndiqnin Palin dhe Barnabën, të cilët duke u folur atyre i bindën të ngulmojnë në hirin e Perëndis. Shabatin tjetër, gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndis. Por judejt duke parë turmën, u mbushën me smir dhe flisnin kundër thënieve të Palit, duke kundërshtuar dhe duke blasfemuar. Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur çiltas thanë: ishte e nevojshme që fjala e Perëndis t'ju shpallej ju më së pari,
po nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi kombeve. Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti, të vura si dritë të kombeve, që ti të jesh shpëtim deri në skajin e dheut. Edhe kombet kur dëgjuan u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme besuan. Dhe fjala e Zotit përhapej në mbarat vend. Por judejt i nxitën disa gra të perëndishme të shtresës së lartë, si dhe parinë e qytetit, dhe ngjallën një përndjekje kundër Palit dhe Barnabës dhe i dobuan jashtë kufive të tyre. Atëherë ata, mbasi shkundën plurin e këmbëve të tyre kundër tyre, erdhën në Ikon, dhe dishepujt mbusheshin me gëzim dhe me frymën e shenjtë. Jeremia, kapitulli 22. Kështu thot Zoti: zbrit në shtëpinë e mbretit të Judës dhe aty shqipto këto fjalë, duke thënë: dëgjo fjalën e Zotit, o mbreti i Judës, që rri ulur mbi fronin e Davidit, ti, shërbëtorët e tu dhe populli yt që hynin nëpër këto porta. Kështu thot Zoti: veproni me ndershmëri dhe drejtësi. Çlirojeni atë që e kanë vjedhur nga dora e shtypsit, mos i bini më qafë dhe mos ushtroni dhunë kundër të huajt, jetimit dhe gruas së ve, dhe mos derdhni gjak të pafajm në këtë vend. Sepse po të përmbaheni tërësisht këtyre fjalëve, atëherë mbretërit e ulur mbi fronin e Davidit do të hynë nëpër portat e kësaj shtëpie, të hipur mbi qerrë dhe mbi kuaj, ata vetë, shërbëtorët e tyre dhe populli i tyre. Por në rast se nuk do dëgjoni këto fjalë, unë betohem për veten time, thot Zoti, që kjo shtëpi do të shkretohet. Sepse kështu thot Zoti për shtëpinë e mbretit të Judës: ti ishe për mua si Galaadi, si maja e Libanit, por unë do të katandis me siguri në një vend të shkret, në një qytet pa banor. Po përgatis kundër teje shkatrues, secili me armët e tij. Ata do të rrëzojnë kedrat e tu më të mirë dhe do t'i hedhin në zjarr. Shumë kombe do të kalojnë pranë këtij qyteti dhe do t'i thonë njëri tjetrit: pse Zoti e ka trajtuar kështu këtë qytet të madh? Dhe do t'i përgjigjen: sepse e kanë braktisur beslidhjen me Zotin Perëndin e tyre dhe kanë rënë përmbys para perëndive të tjera dhe u kanë shërbyer. Mos qani për të vdekurin, mos mbani zi për të, por qani me hidhërim të madh për ato që niset, sepse nuk do të kthehet më dhe nuk ka për të parë më vendin ku ka lindur. Sepse kështu thot Zoti për Shalumin, birin e Josias, mbreti i Judës, që mbretëron në vend të Josias, atit të tij, dhe që ka dalë nga ky vend. Ai nuk do të kthehet më, por do të vdes në vendin ku e kanë çuar në robëri dhe nuk ka për ta parë më këtë vend. Mirë ai që e ndërton shtëpinë e tij pa drejtësi dhe dhomat e saj të sipër me pa anësi, që e vë tjetrin të punoj për asgjë dhe nuk ja shpërblen punën e tij, dhe thot: do të ndërtoj një shtëpi të madhe me dhoma të sipër me të gjera dhe hapnë të dritare, e vesh me dru kedri dhe e lyen me të kuq. Mendon vallë se je mbret sepse je i rrethuar nga kedra? Ati yt nuk hante dhe pinte, por vepronte me ndershmëri, drejtësi dhe gjithçka i shkonte mbar. Ai mbronte çështjen e të varfrit dhe të nevojtarit dhe gjithçka i shkonte mbar. A nuk do thot kjo të më njohësh mua, thot Zoti? Por sytë tu dhe zemra jote nuk synojnë veç se fitimin tënd të padrejtë, të derdhin gjak të pafajshëm dhe të kryen shtypje dhe dhunë. Prandaj kështu thot Zoti për Jehojakimin, birin e Josias, mbreti i Judës: nuk do të mbajnë zi për të, duke thënë: vaj me det vlla im, vaj me det motër. Nuk do të mbajnë zi për të, duke thënë: vaj me det Zot, vaj me det madhëri e tij. Do të varroset ashtu si varroset një gomar, që e heqin zvarr dhe e hedhin larg portave të Jeruzalemit. Ngjitu në Liban dhe bërtit, ngrije zërin në Bashan dhe bërtit nga abarimi, sepse të gjithë dashnorët e tu janë shkatruar. Të fola në kohën e begatisë sate, por ti më the, nuk do të dëgjoj. Kjo ka qenë sjellja jote qysh në rinin tënde, nuk e dëgjove kurrë zërin tim. Tërë banorët e tu do të glabërohen nga era dhe dashnorët e tu do të shkojnë në robëri. Atëherë do të jesh e turpëruar dhe e shushatur për gjithë liksin tënde. Ti që banon në Liban, që ke ngritur foleje në mes kedrave, sa do të rënkosh kur do të zënë dhëmbjet si ato të gruas që është gati të lindë. Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, edhe sikur Konjahu, biri i Joakimit, mbreti i Judës, të ishte një unaz vulosje në dorën time të djathtë, unë do të shkulja që andej. Unë do të të jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën tënde, në dorë të atyre për të cilëve ke frikë, në dorë të Nebukadnecarit, mbretit Babilonis, dhe në dorë të Kaldeasve. Do të hedh ty dhe nënën tënde që të ka lindur në një vend të huaj, ku nuk keni lindur dhe aty do të vdisni. Por në vendin ku dëshirojnë fort të kthehen, nuk do të kthehen. A është vallë ky njeri Konjahu, një en pa vlerë, e thyer, ose një send që nuk prodhon asnjë kënaqësi? Pse pra janë për zën ai dhe pasardhësit e tij dhe janë hedhur në një vend që ata nuk e njohin? O vend, o vend, o vend, dëgjoj fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti: regjistrojeni këtë njeri si pa fëmijë, një njeri që nuk do të begatohet në ditët e tij
sepse asnjë nga pasardhësit e tij nuk do të ketë mbarësi, duke arritur të ulet mbi fronin e Davidit dhe të mbretërojë ende në Judë. Marku, kapitulli 8. Në ato ditë, duke qenë se u mblodh një turm shumë e madhe dhe s'kishin që të hanin, Jezusi thiri dishepujt e vet dhe u tha atyre: "Më dhimbse turma, sepse u bën 3 ditë që po rri me mua dhe nuk ka se që të haj. Dhe po të nisë të pangrënë në shtëpitë e tyre, do të mbeten udhës, sepse disa prej tyre kanë ardhur që nga larg." Dhe dishepujt e tij u përgjigjen: "Nga do të mund të dikush t'i ngopte këta me bukë këtu në shkretë e tirë?" Dhe ai i pyeti: "Sa bukë keni?" Ata i thanë: 7. Atëherë ai e urdhëroi turmën të ulet për tokë, dhe si mori të 7 bukët, falenderoi, i theu dhe u dha dishepujve të vet që t'ja vinin përpara turmës, dhe ata ja vunë përpara. Kishin edhe disa peshq të vegjël, dhe si bekoi, urdhëroi të vijen përpara edhe ata. Kështu hëngrën dhe u ngopën, dhe dishepujt ngritën 7 kosha me copa që tepruan. Ata që hëngrën ishin rreth 4.000 veta, dhe i përcolli. Dhe me njëherë hipi në bark me dishepujt e vet dhe shkoi në rrethinën e Dalmanutës. Atëherë erdhën farisejnë dhe nisën të debatojnë me të duke i kërkuar një shenjë nga qielli për ta tunduar. Por ai duke pshërëtirë në frymë tha: "Përse ky brez kërkon një shenjë? Në të vërtetë po ju them se këtij brezi nuk do t'i jepet asnjë shenjë." Atëherë i la, hipi përsëri në bark dhe kaloi në bregun tjetër. Dhe dishepujt kishin harruar të merrnin bukë dhe në bark nuk kishin gjë tjetër me vete, veçse një bukë. Dhe Jezusi i qortoi duke thënë: "Kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisejve dhe nga majaja e Herodit." Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë: "Nuk kemi bukë." Jezusi e vuri re dhe u tha: "Përse arsyetoni që s'keni bukë? Ende nuk po e kuptoni e nuk merrni vesh? Ende e keni zemër të ngurtë? Keni sy dhe nuk shihni? Keni vesh dhe nuk dëgjoni? Dhe nuk po mbani mend? Kur ndava të 5 bukët për të 5.000, sa kosha plot me copa mblodhet?" Ata thanë: 12. Po kur theva të 7 bukët për të 4.000, sa shporta plot me bukë mblodhet? Dhe ata thanë: 7. Dhe ai u tha atyre: "Po si, ende nuk po kuptoni?" Pastaj arriti në Betsaida dhe i prungu një të verbër e ju lutën ta prekte. Atëherë e mori për dorë të verbrin, e nxorri jashtë fshatit dhe pasi i përshtyu në sy dhe vuri duart mbi të, e pyeti nëse shihte gjë. Dhe ai duke hapur syt tha: "Po shoh njerëz si pemë që ecin." Pastaj Jezusi i vuri përsëri duart mbi syt dhe e bëri të shikojë lart, dhe atij u kthye të parët dhe shikonte qartë gjithçka. Dhe Jezusi e dërgoi në shtëpinë e tij duke i thënë: "As mos hyr në fshat dhe as mos thuaj gjë në fshat." Pastaj Jezusi shkoi bashkë me dishepujt e vet ndër fshatrat e Cezaresë së Filipit, dhe gjatë rrugës i pyeti dishepujt e vet duke u thënë atyre: "Kush thon njerëzit se jam unë?" Ata u përgjigjen: "Disa Gjon Pagëzori dhe të tjerë Elia, por të tjerë një nga profetët." Dhe ai u tha atyre: "Po ju, kush thoni se jam?" Dhe Pietri duke u përgjigjur i tha: "Ti je Krishti." Atëherë ai urdhëroi rreptësisht që të mos i tregonin askujt për të. Pastaj nisi t'u mësoj atyre se biri të njeriut i duhet të vuaj shumë gjëra, të hidhet poshtë nga pleqt, nga kryepriftërinë dhe nga skribët, dhe të vritet, dhe pas 3 ditësh do të ringjallet. Dhe ai e tha këtë fjalë haptas. Atëherë Pietri e mori me njan dhe filloi ta qortoi. Por ai u kthye, shikoi dishepujt e vet dhe e qortoi Pietrin duke thënë: "Largohu prapa meje, Satan, se ti nuk mendon për gjërat e Perëndis, por për gjërat e njerëzve." Pastaj e thirri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe u tha: "Kushdo që do të vi pas meje, ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek, sepse ai që do të shpëtoj jetën e vet, do ta humbas, por ai që do të humbas jetën e vet për hirin tim e për ungjillin, do ta shpëtoj. Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë të gjithë botën dhe të humbë shpirtin e vet, ose çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet? Sepse kujdo që do t'i vi turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorshkeles dhe mëkatar, për atë do t'i vi turp edhe birit të njeriut kur të vinë lavdinë e Atit të vet me ëngjët e shenjtë."